është një e vazhdueshme me PDK-n, po si të tjetë jenë ato polarizimet mbrana PDK-s dhe njerëzve të fortë që s'po mundët me kalu këtë dhe mungesa e zotit Thaqi dhe zotit Deseli për mos me qenë këto prezent dhe ka orë kjo vakum se ata thjesht i këputin sanet për me kuptu populatë për që ata për shpejna këtë temë dhe besoj që nëse nuk bëhet me PDK, unë e besoj me nismë me gjithë respektin për nismë për gjithë ata, besoj që ka me konë afat shkurt dhe kur dhe në qështë e presidentit shpresoj të kemi një zarf në qështën e atifetës jajagës të vini president dhe me zarf se për tjetër variant, shtetit do shkërë në gjithë dhe do të buxheti i Kosovës dhe ky popull i me varfëri të skajshme nuk e dënë këtë dhe prapë janë zgjedhjet komunale, besoj që 12 milionerë mu i hek për buxhetit të Kosovës vetëm e vetë për kryenisu ose për kalkulime politike, besoj që është e dëshme dhe nuk du të lejuj, po shpresoj me reagimin e amerikanëve. Besoj që do të kemi një qeveri afat gjate dhe shpresoj që Kosova e ka rrugën në Bashkimin Evropian dhe NATO dhe krah për krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pa Amerikën, Shteti i Kosovës dhe asnjë shtet në Ballkan dhe kudo nuk mundet me lëviz asnjë guri